Mbi 100 protestues janë mbledhur rreth orës 11:30 të ditës së shtunë në zonën e pyllit të hidrovorit në Akrëni, pjesë e njësisë administrative Novosel. Protestuesit kanë kundërshtuar nisjen e investimeve në zonën e mbrojtur. Protestës së shoqërisë civile janë bashkuar dhe banorë dhe qytetarë të ardhur nga vende të ndryshme, të cilët kundërshtojnë këtë investim që sipas tyre po kryhet në prona të banorëve, por edhe në një zonë të virgjër, e cila ndër vite është shfrytzuar si plazh nga shumë qytetarë. Të bëjnë këta të bëjnë qatë duhet. Populli për këtë duhet të ngrihet gjithë shqiptarët, valla. Kjo është pronë e gjithë shqiptarëve, nuk është vetëm e Vlorës këtu. Kjo është e gjithë shqiptarëve që vi. Ky aeroporti që po bëhet për gjithë shqiptarët. E është turp i madh këto gjëra që po ndodhin. E them kështu edhe me dhimbje të plot, kam jetuar jashtë 17 vjet në Greqi e nuk ndodhi këto. Kam marrë këtu hallet e mia, sytë e mia prap oris fëmijë tu 3 fëmijë. Edhe e shikoj çfarë bëj. Era po një maj nuk më lan më. Me fëmijë kam ikur andej, se këtë s'lejohet. Ka ngecur me makina aty, ka paguar ato, kam ikur andej. Është turp i madh. Turp i madh këto që po ndodhi. Protesta ka përshkallëzuar me hapjen me forcë të portës rrethuese, si dhe me shëmbjen e gardheve të vendosura nga firma që ka nisur investimin. E pranishme ka qenë dhe policia, e cila fillimisht nuk ka lejuar hyrjen me forcë në zonën e rrethuar, por është gjendur e pafuqishme përballë protestuesve, të cilët arritën të shëmbnin rrethimet e vendosura. Investimi në zonën e hidrovorit ka nisur prej ditës me shumë diskutimesh, kjo për faktin se ende nuk është zbardhur plotësisht leja, ndonse IKMT është shprehur më herët se subjekti është në procedurë leje ndërtimi. Hidrovori është pjesë e zonës së mbrojtur, ku fillimisht flitet për ndërtim në një sipërfaqe prej 600 hektarësh, ndërsa sipas burimeve pritet të ketë edhe resorte të tjera që do të ndërtohen në këtë zonë.